Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Mirësevini në Specialist informimin javor Chambers, të dhomave të where we specializuara aim të to provide Kosovës, journalists with an synojmë të update ofrojmë on the latest gazetarëve developments at the informacion të court përditësuar and mbi the zhvillimet e opportunity fundit në to ask gjykatë dhe questions. mundësinë për të bërë pyetje. In the trial of Në Hashim gjykimin e Thaçi, Hashim Kadri Thaçit, Veseli, Kadri Veselit, Recep Selimi Recep and Jakub Selimit dhe Krasniqi, Jakub Krasniqit, the trial panel issued an order të last Friday premten setting që out shkoi deadlines trupi and gjykues directions lëshoi një urdhër concerning ku the remaining përcaktoi stages afate dhe of the trial. udhëzime në lidhje me fazat e mbetura në gjykim. Defense teams are to formally Ekipet e close their mbrojtjes cases by the 2nd do of të mbyllin December at zyrtarisht the latest. paraqitjen e provave më së voni deri me 2 The dhjetor. trial panel also Trupi set the gjykues 19th of caktoi January gjithashtu 19 janarin 2026 as the 2026 deadline for the si prosecution afat për and the defense prokurorinë to dhe submit their mbrojtjen final për të written trial paraqitur briefs dosjet gjyqësore përfundimtare and të for tyre victims counsel to submit dhe a për statement on mbrojtjen the e impact of viktimave, the për alleged dorëzimin e crimes on the deklaratës mbi 155 pasojat e victims krimeve të pretenduara participating për in this case. 155 viktima pjesëmarrëse në këtë çështje Closing gjyqësore. statements are scheduled to take Deklaratat place from përmbyllëse the janë 9th to the planifikuar të 13th mbahen of nga February 9 deri më 13 2026. shkurt 2026. After this, the trial Pas panel kësaj, will close the trupi case gjykues and do të enter into mbyllë çështjen deliberations gjyqësore dhe in do order të to reach a fillojë judgment. fazën e kuvendimeve për lëshimin The e judgment aktgjykimit. should be pronounced within 90 Aktgjykimi days of duhet the të closing of shqiptohet the brenda case. 90 ditësh pas Where mbylljes the së çështjes circumstances gjyqësore. require additional Në time, qoftë se a further rrethanat extension kërkojnë of zgjatje 60 të days is mëtejshme të possible. afatit, ai mund të zgjatet për 60 ditë shtesë. As the evidentiary proceedings in the trial Me draw to a afrimin e close, përfundimit we të can procedurës provide së some paraqitjes së statistics on the provave, publicity mund of të the japim proceedings. disa shifra mbi parimin e procesit publik. In the course of the trial, a Gjatë gjykimit, majority of the shumica e 134 witnesses who 134 testified dëshmitarëve që in the dhanë dëshmi courtroom në sallë did të so gjyqit either entirely or dëshmuan mostly in plotësisht public ose session. kryesisht në seancë publike. Among these, 61 of these 61 prej witnesses këtyre testified dëshmitarëve without dhanë any dëshmi protective pa masa measures. mbrojtëse. In addition, Nga ana tjetër, testimony which took place vetëm in private 12 session is continually being reviewed and reclassified wherever possible. And lesser redacted transcripts are continually being issued to ensure dëshmit e that the dhëna në proceedings are seancë private public and can be followed rregullisht by an shikohen interested, deri any interested klasifikohen kur person. është e mundur dhe publikohen vazhdimisht. So far, as part of this process, the judges have vazhdimisht issued 11 transkriptet me më decisions pak related to redaktime. publicizing the private session testimony Deri më sot, of 19 gjykatësit kanë witnesses. lëshuar 11 vendime në lidhje me publikimin e All dëshmive public të testimony in 19 the trial can dëshmitarëve be të found dhëna on në the seancë KSC publike. website's Thaçi et al. Private. case page Të gjitha and the dëshmitë court publike të records dhëna në database. gjykim gjenden në faqen e internetit të DSK-s, In the në case of rubrikën e Hashim çështjes Thaçi, gjyqësore, Ismi Kilaj, faqe dhe të Bashkim tjerët Smakaj, të në Fadil arkivin e Fazliu, and dokumentacionit Hayredin gjyqësor. Kuqi, Në related çështjen to gjyqësore të allegations Hashim of the Thaçit, illegal Ismi Kilaj, influencing of Bashkim Smakajt, witnesses, Fadil Fazliu dhe a trial Hayredin preparation Kuqit në conference is lidhje me scheduled to take akuza për place ndikim të tomorrow, the paligjshëm ndaj 28th of dëshmitarëve. November, at Konferenca 9:30 in the morning. përgatitore për gjykimin është planifikuar të As mbahet is the normal në practice, nesër me both of the 28 nëntor parties në were orën consulted 9:30 para prior dite. to scheduling the Si hearing zakonisht, about the para availability planifikimit të on this seancës, date. pati konsultime me dy palët lidhur Given me that both parties disponueshmërinë e confirmed their tyre në këtë availability datë. and did Duke not qenë se raise të any dyja palët objections, the konfirmuan hearing was scheduled disponueshmërinë dhe nuk accordingly. paraqitën kundërshtime, seanca u planifikua për këtë datë. During the hearing, the parties are expected Gjatë to seancës, discuss issues like the pritet që status of palët të diskutojnë investigations aspekte, by the prosecution and the sikurse defense statusi i teams, hetimeve të the prokurorisë status dhe of të evidence ekipeve të disclosure, mbrojtës, and the possible statusi i timing of nxjerrjes së opening provave statements dhe and data e calling of mundshme e first deklaratave witnesses. hyrëse dhe thirrjes së dëshmitarëve të parë. We would also like to take this opportunity to Gjithashtu provide some shfrytëzojmë facts rastin in që response to t'ju recent japim reporting disa and fakte në statements in përgjigje të Kosovo lajmeve dhe about human deklaratave të rights and kohëve të monitoring fundit në Kosovë within the në lidhje me KSC të detention drejtat e njeriut facilities dhe in The Hague. mbikëqyrjes në objektin e paraburgimit të VS-s në Hag. Under the Constitution of Kosovo, Në bazë të as kushtetutës së amended by a Kosovës, two-thirds majority of the e Kosovo ndryshuar me Assembly, shumicë prej 2/3 të it is kuvendit the të Kosovës, ombudsperson of the specialist është chambers avokati i popullit i Judge dhomave të Pietro Spera, specializuara, and gjykatës not the Pietro Kosovo Spera, ombudsperson, jo avokati who i holds the popullit të authority to ensure that Kosovës, conditions of ai që detention ka in the kompetencë KSC të detention garantojë që facilities kushtet në objektin e comply with paraburgimit të international VS-s human rights standards. dhe jenë në pajtim me standardet ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Article Në 162 nenin of the Kosovo 162 të Constitution Kushtetutës reads, së Kosovës quote, lexohet. Citojmë: a separate Do ombudsperson të of the emërohet specialist një chambers ombudsperson with exclusive i veçantë responsibility i for the dhomave të specialist chambers specializuara me and përgjegjësi specialist prosecutor's ekskluzive për office dhomat e shall be specializuara dhe appointed. zyrën e prokurorit të specializuar. Excuse me.
KSC ombudsperson Judge Avokati i Pietro popullit i Spera, DSK-s, who is gjykatës an Pietro expert of Spera, international që është human rights ekspert në law fushën e të with 30 drejtave të years njeriut, experience, me përvojë 30 has conducted vjeçare, 9 independent deri më inspections of sot the ka detention kryer 9 facilities to inspektime date, të pavarura të including objektit 3 të independent paraburgimit, inspections përfshirë this year. 3 inspektime të pavarura si vjet. Regarding general oversight, the Në lidhje me ombudsperson mbikëqyrjen of e the special përgjithshme, chambers avokati i acts popullit i dhomave të to specializuara monitor, vepron protect, në and mënyrë të defend the pavarur fundamental për të rights and freedoms monitoruar, mbrojtur of dhe all ruajtur persons të drejtat dhe interacting with the lirit themelore të KSC të and the gjithë Special personave që Prosecutor's ndërveprojnë Office. me DSK në zyrën e He may prokurorit të receive complaints specializuar. alleging human Ai mund rights të marrë ankesa violations që pretendojnë and he shkelje të conducts të drejtave inquiries të into njeriut all admissible dhe të complaints. kryej hetime në lidhje me të gjitha ankesat që His merren. reports are public and they are available on the Specialist Raportet Chamber's e tij website janë together with publike information regarding all complaints received. të vlefshme në faqen e internetit të DSK-s së bashku me të gjitha Having ankesat. in mind the exclusive Duke authorities of the mbajtur KSC parasysh kompetencën ombudsperson in ekskluzive të relation to the avokatit të KSC popullit detention të facilities. DSK-s në lidhje me objektin e A recent paraburgimit visit të by the DSK-s, Kosovo ombudsperson vizita e fundit to e some of the avokatit të popullit detainees në could të not be in Kosovës, his official disa capacity të because paraburgosurve this nuk mund të official jetë monitoring zyrtar, function sepse is carried funksioni out i by the monitorimit separate zyrtar KSC kryhet nga ombudsperson avokati i popullit i appointed in DSK-s line with the i Constitution. emëruar në përputhje me kushtetutën. This also explains why the Kjo same shpjegon conditions that gjithashtu apply to përse other të njëjtat visitors kushte were që applied vlejnë për during the personat të visit of the tjerë u Kosovo zbatuan edhe ombudsperson. gjatë vizitës së avokatit të In popullit të particular, when it Kosovës. comes to visits to Hashim Thaçi, Konkretisht, sa u Kadri takon vizitave Veseli, të and Hashim Recep Thaçi, Salimi, the Kadri trial Veseli panel dhe Recep introduced Selimi, additional conditions grupi on gjykues such caktoi visits, kushte shtesë such as për këto active vizita, monitoring. si mbikëqyrje After aktive. it came to light Pasi u that bëri these ditur three detainees se appeared to have duket se revealed këta tre të confidential paraburgosur u information kanë to some zbuluar visitors disa about witnesses vizitorëve in their war crimes informacion trial. konfidencial në lidhje me dëshmitar në gjykimin e tyre për During krimin. inspections by the ombudsperson of the Gjatë specialist inspektimeve të chambers, avokatit të each dhomave of të the detainees specializuara, is çdo i afforded the paraburgosur opportunity ka to të meet drejtë të alone with the takohet KSC personalisht ombudsperson me avokatin e if they wish popullit to të do so, DSK-s, në qoftë to discuss se any issue. dëshiron për të diskutuar çfarëdo aspekti. In addition to independent Krahas monitoring by the monitorimit të ombudsperson of pavarur the nga specialist avokati i chambers, popullit të the dhomave të KSC detention specializuara, facilities are objekti i also subject paraburgimit i to DSK-s regular është independent gjithashtu monitoring by the objekti i International monitorimit të Committee of the rregullt Red nga Cross, Komiteti Ndërkombëtar a i Kryqëzit practice të that has Kuqit. been in place Praktikë since kjo the që establishment of zbatohet the që nga specialist krijimi chambers. i dhomave të specializuara. As a final word on visiting Së conditions fundi, in në KSC lidhje me detention, kushtet e vizitave në it is objektin e important to paraburgimit emphasize të DSK-s, that all është më rëndësi detainees të continue to theksohet se të receive gjithë të regular family paraburgosurit visits vazhdojnë të kenë with rregullisht spouses and vizita children, familjare me bashkëshortë dhe which occur fëmijë, outside the të site cilat and hearing mbahen of jashtë detention rrezës së officers. shikimit dhe dëgjimit të oficerëve të All paraburgimit. detainees have 10 Të days gjithë in të every 30-day paraburgosurit kanë period 10 ditë for personal visits, vizitash personale in addition to në çdo regular phone periudhë calls prej and 30 correspondence ditësh, throughout krahas the month. lidhjeve telefonike dhe letërkëmbimeve të rregullta gjatë tërë muajit.